Gjatë 24 orëve të fundit, strukturat e policisë në qarkun e Lezhës kanë trajtuar disa raste, për të cilat janë ndërmarrë veprimet përkatëse proceduriale. Sipas bluve, shërbimet e policisë rrugore referuan materiale në prokurori dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin, SHT 52 vjeç banues në Kurbin. Ky i fundit, duke drejtuar automjetin në aksin rrugor Laç Sanxhak, ka përplasur këmbësorin PL 61 vjeç. I dëmtuari ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Kurbin ndaluan shtetasin EP 20 vjeç i shpallur në kërkim, i dyshuar se më 25 prill 2026 në bashkëpunim me 3 të mitur të proceduar penalisht ka goditur me sende të forta një 22 vjeçar për motive të dobta. Pas konstatimit në prokurori u vendos që 20 vjeçari të procedohet në gjendje të lirë për veprën penale plagosje e lehtë me dashje kryer në bashkëpunim. Në Komisariatin e Policisë Lezhë, shtetasi ES ka kallzuar se në servisin e tij për automjete ka konstatuar të dëmtuar xhamat e një automjeti. Policia po punon për zbardhjen e rrethanave të rastit. Gjithashtu, rreth orës 23:35 minuta, është njoftuar se në banesën e shtetases TU 81 vjeç në fshatin Rril është dëmtuar një cep i dritares që dyshohet të jetë shkaktuar nga një plumb qorr. Vion puna për sqarimin e plotë të ngjarjes. Të gjitha materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme ligjore.